رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve dhe më dashurit ton vulës pejgamberike Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, vetëm se jemi në 10 e fundit të muajit Ramazan, edhe ajo se çka i veçon këto net, të cilën dietarët i kanë emërtuar si netët më të mira të vitit, ku është begati për besimtarin dhe është mirësia e madhe që Allahu subhanahu wa taala më ta mundësu që ti me jetu, edhe mi përjetu me shiju këto net. Ajo se çka i veçon këto net është namazi i natës, namazi për Allahun subhanahu wa taala, ku besimtari në pjesën e tretë natës, në një pjesë natës tina, zgjohet për Allahun subhanahu wa taala dhe fal namaz. Ku Allah i tha të dërguar i tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayyuhal muzammil, o ti imbuluar, qumil layla illa qalila." Zgjohu natën pak edhe fal namaz natën. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Gjysmën e saj ose paksa diçka prej saj. Wa rattilil Qur'ana tartila. Edhe lexon ton Kur'an, lezo bukurën ton Kur'an. Namazi natës është një prej adhurimeve më të mëdha, edhe një prej adhurimeve më të mira. Namazi natës është praktikë e të gjithë pejgamberëve. Namazi natës është praktikë e të devotshme dhe atyre të cilët e duan Allahun subhanahu wa taala. Ne shohim në ajete të ndryshme se Allah subhanahu wa taala e ka përmendur disa herë në Kur'an namazin e natës. Por se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të ndryshme e përmend atë. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawla wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Edhe robërit e Allah subhanahu wa taala, ata të cilët ecin në rrugë të përulur, edhe kur ju drejtohen atyre ignorantë, këta ju kthejnë atyre me selam. Walladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Edhe ata të cilët e kalojnë natën e tyre, e kalojnë një pjesë të natës tyre, duke i rënë në sejdë Allahu subhanahu wa taala, edhe duke qëndruar në këmbë për Allahu, për Zotin e tyre. Ky është ajeti ku Allahu subhanahu wa taala e përmend namazin e natës. Walladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ata të cilët, ata besimtarë të cilët zgjohen në një pjesë të natës, në pjesën e tretë të natës, edhe kërkojnë prej të mira Allahu subhanahu wa taala. Të gjithë ju e dini hadithin se Allahu subhanahu wa taala zbret në pjesën e tretë të natës edhe ju thot robërve se a ka dikush prej robërve që kërkon falje, e unë ta fali atë. A ka dikush prej robërve që kërkon tëube, pendim, e unë t'ja pranoj atij pendimin. A ka dikush prej robërve që kërkon të mira, prej të mira të Allahu subhanahu wa taala, e unë t'ja plotësoj ato. Duhet me falendëru Allahu subhanahu wa taala dhe duhet të jesh rob falendërues që Allahu ta ka mundësu me jetu këto net, me i përjetu këto net, e nuk janë net gjata, edhe nuk janë shumë, janë vetëm 10 ditë. Vetëm 10 ditë. Allahu subhanahu wa taala nuk do ka ngarkuar gjatë tërë vitit me diçka tjetër pas në këto 10 ditë. Në këto 10 ditë, vëllezër, kemi përmendur shumë herë se e kemi një natë e cila është më e mirë se 1 muaj. Nuk është e mirë sa 1 muaj, nuk është e barabartë me 1 muaj, po është edhe më e mirë se 1 muaj. Do thotë vetëm Allahu subhanahu wa taala e din vlerën e saj, edhe vetëm Allahu subhanahu wa taala e din shpërblimin e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte për atyre i cili bënte më shumë ti namaz natë. Një herë për herash atë shumë kishte bën namaz natë saqë ju kishin kohën e tina, ju kishin aj kohën e tina pindenjës gjatë në kohë. Edhe i thot Aisha radiallahu anha: "O ti i dërguar, o ti, a nuk jeti për atyre që Allah subhanahu wa taala të ka falur ty? A nuk jeti për atyre që Allah subhanahu wa taala të ka garantuar me xhennet?" Tha padyshim. Apo a nuk do në tha unë me konë rob falendërues? Do thot, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i garantuar me xhennet, i garantuar prej atyre të cilët nuk i bëjnë mëkate Allah subhanahu wa taala asnjëherë,
e ka kaluar një pjesë natës tina me namaz, e ka kaluar një pjesë natës tina duke qëndruar para durve të Allahu subhanahu wa taala, ku jemi ne kërshi kësaj situate. Ku ne çdo ditë e më shumë i bëjmë mëkate Allahu subhanahu wa taala. Ku na çdo ditë e më shumë kena nevojë që Allahu subhanahu wa taala më na fal neve. Sa jemi ne për atyre të cilët e ndajnë një pjesë natës tonë për me u lut për Allahu subhanahu wa taala, e ndajnë një pjesë natës tonë për Allahu subhanahu wa taala. Nuk të ka ngarku Allahu shumë. Nuk do me thonë që ti me uqu të natën edhe me thonë po unë edhe punoj ditën. Unë nuk më uqu natën se tanë ditën po jam punë. Unë nuk më uqu me bo namaz natën se tanë ditën punoj. Krejt na punojna. Dikush ka punë matron e dikush ka punë matlet. Por se 2 rekate të leta veç me kulu Allah. Nëse qosh çdo natë dhe i bën për Allahu subhanahu wa taala janë më të mira se sa më shumë natë me lejta natën edhe mos me bua ato kurrë. Sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, vepra më e mirë është ajo e cila është e pakut por se është e vazhdueshme. Nëse ja bën vetes tonë rregull edhe tradit në veten tonë që çdo natë me i fal 2 rekate dije se nuk ka breng që Allahu subhanahu wa taala nuk ka me ta largu. Nuk ka dëshirë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka me ta plotsu. Nuk ka diçka e cila të ngarkon ty në jetën tonë ose rrugë e cila tu ka mbyll, vetëm se Allahu subhanahu wa taala ka me hap atë rrugë. Wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Edhe çu natën edhe prej një pjesë natës bën namaz për Allahun subhanahu wa taala. E që Zoti yt shkak i kësaj vepre, shkak i këtij namazit natës, mund ty me të ngritë edhe me të arsu me një vend shumë të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha hadith, afdalus salati ba'da al-farida salatul layl. Vepra më e mirë, adhurimi më i mirë, namazi më i mirë mas namazeve farze të cilat Allah subhanahu wa taala ka obliguar që duhet me i bëna patjetër, është namazi i natës. Pejgamberi sa në këtë hadith i ka dhënë vlerë të madhe namazit të natës, por se namazi i natës është shenjë edhe e sinqeritetit. Namazi i natës nuk mund me bëu vetëm se ata të cilët janë të sinqertë në fenë Allah subhanahu wa taala. Namaz natës nuk mund me bëu vetëm se ata të cilët janë të devotshëm në fenë Allah subhanahu wa taala, edhe duan vërtet sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse tha pejgamberi sa në hadith, ngrirni natën për namaz sepse ai është zakon i njerëzve të devotshëm. Çu natën dhe bën namaz për Allah subhanahu wa taala, sepse kjo është vepër edhe është shenjë vetëm atyre të cilët janë të sinqertë dhe janë të devotshëm. Është afrim në Allah subhanahu wa taala. Namazi i natës i fshin mëkatet e juve edhe i largon të gjitha brengat edhe mbërthit që ju i keni. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend një numër të madh të dobive që nëse robi e bën atë ka përfitim prej tyre. Nëse robi e bën namazin e natës, pejgamberi përmend dobitë e tona sepse njerëzit është vepër e njerëzve të mirë. Ku ka më mirë se Allah subhanahu wa taala me të radhitin në listën atyre të cilët janë të devotshëm. Ku ka më mirë se Allah subhanahu wa taala me të bëu pjesë e ajetit që kanë me trashëguar xhenetin ata të cilët janë për njerëz të mirë minë salihin, ata të cilët janë njerëz të mirë, janë të urtë edhe nifën për të devotshëm. Vallahi kimë pa njerëz të cilët nuk i ke pa ashta asnjëherë, edhe i takon për herë të parë edhe thu vallahi që to e du për Allah. Pse? Sepse nëse ai person e do vërtet Allah subhanahu wa taala, edhe shenjat e tij të devotshmërisë dalin burimin e saj kanë në zemrën, ti ki me dashur nëse kur nuk i ke pa. Pse se Allah subhanahu wa taala nëse e don një rob, e bën që edhe banorët e qiellit, të cilët janë melekët me dashur atë rob. Pastaj banorët e qiellit, melekët ja bën me dije banorëve të tokës, njerëzve që këtë rob e do Allah subhanahu wa taala duan edhe ju. Nuk është zoj i cili të vjen ty në vesh, por se vetë zemra jote, Allah subhanahu e zbuz zemrën tënde që ti me dash dikon i cili është i devotshëm. Çka tha Hasan el-Basri për namazin e natës? Nuk kam parë tha ndonjë adhurim më të mirë. Nuk kam parë ndonjë adhurim ku më qetësohet zemra mua që është më i fuqishëm, edhe që më i largon të gjitha problemet vetëm se namazi i natës. Ndërsa Abdullah ibn Mesudi tha vlera e namazit natës krahasuar me namazin e ditës është sikur vlera e një adhurimi të fshehtë krahasuar me atë të hapur. Ne ju të gjithë i dini hadithet se për vlerën e veprave të fshehta. Allah subhanahu wa taala e vlerëson atë vepër e cila bëhet në fshehtësi. E vlerëson atë sadaka e cila e jepet me dorën e djathtë që nuk e din as dora e majt. E vlerëson atë vepër e cila bëhet në errësirën e natës ku të gjithë janë xhum. Ky është shembulli i namazit natës me atë shembull e ditës. Nëse ti qosh për Allah subhanahu wa taala kur krejt familjarët e tu, kur krejt njerëzit edhe kuishit edhe krejt janë xhum, edhe ti drejtohesh Allahut edhe ulesh para durave të Allah subhanahu wa taala, ku ka vepër më të mirë se kjo. Siç e ka përmendur Ibn Salahi se
nëse je për atyre i cili je i kujdesshëm ndaj dhikrit mëngjesit, je i kujdesshëm ndaj dhikrit mbrëmjes, je i kujdesshëm ndaj dhikrit pas çdo namazi, Allah subhanahu wa taala ka më shkruar për atyre që e bojnë dhikr Allah subhanahu wa taala shumë. Është e njëjtë sikur se me hadithin vazhdon robi me gënjy derisa tek Allah subhanahu wa taala shkruar për gënjeshtarëve. E njëjta gjë është edhe vazhdon robi me u afru tek Allah subhanahu wa taala me nafile derisa të vulloset zemra e tij për të devotshme, edhe derisa ai të shkruhet tek Allah subhanahu wa taala për atyre të cilët e adhurojnë Allahun shumë. Imam Shafiu tha lutjet e bëra natën kanë më shumë mundësi të pranohen ashtu si mëngjesi sjell dritën pa arsye. Ato lutje të cilat bëhen natën, e ka përmendur Ibn Kaimi se nëse ti ulesh natën para durrës të Allah subhanahu wa taala, mundësia për me të pranuar ajo dua është më e madhe se sa ajo dua të cilën ke bëti gjatë ditës. Andaj vëllai i dashur, ruaje këtë kohë. Ruaje këtë kohë sidomos tash në këto 10 natë të fundit të Ramazanit, ku njëna për këtyre natë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lëp në natën e Kadrit në natën tek të muajit të Ramazanit. Nëse Allah subhanahu wa taala ka begatuar që ti me azon natën e Kadrit, edhe ti me qenë për atyre të cilët je duke falur namaz, edhe ti me qenë për atyre të cilët je duke kërkuar për Allah subhanahu wa taala, Allah ka me të shënuar, ka me shpërblyti sikurse më shumë se 1000 muaj ti ke fal namaz natë, më shumë se 1000 muaj ke bë dua për Allah subhanahu wa taala, më shumë se 1000 muaj ke bë të mira për Allah subhanahu wa taala. E pyetën Abdullah ibn Mubarekin se cila është kënaqësia më e madhe në këtë botë që ti ke shiju ndonjëherë, tha vallahi qafte që i shijoj. Kur fali, kur qëndroj para Allah subhanahu wa taala, nuk ka kënaqësi më të madhe që mundet me mbulu ata. E shohim në ajete të ndryshme, në hadithe të ndryshme, në fjalë të ndryshme të dietarëve se sa rëndësi të madhe ka dhënë namazit natës. Jemi në këtë net, andaj na ka dhënë neve kjo mundësi që me jetu këtë net. Na ka dhënë neve kjo mundësi që me përjetu këtë net, andaj ta shfrytëzojmë këtë mundësi për Allah subhanahu wa taala. Ta shfrytëzojmë këtë mundësi sepse mundi me u privu prej sajna, të dali prej Ramazanit, jo ndryshe, vetëm se duke qenë të falur prej anës Allah subhanahu wa taala. Ne lutim Allahun që më na bëj për atyre të cilët falin namaz natë çdo herë. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më na pranoj xherimin ton, namazin ton dhe gjitha veprat tona të mira. E lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëj të ndryshëm në këtë fe. Walhamdulillahi rabbil alamin.